Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban وعملا متقبلا وجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا من أهل الجنة آمين. Me emrin e Allahut të falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atij lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndoshta Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kush ta devijojë. Cili do që devijon nga e drejta, nuk ka kush ta udhëzojë atë as kush tjetër përveç Allahut. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Tij, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, mbi të gjithë ata që e ndjekin e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e fundit. O Allah, të lutemi të na japësh dije të dobishme, të na japësh furnizim të bollshëm, të na mundësosh vepër të pranuar, të na bësh prej atyre që e dëgjojnë fjalën dhe zbatojnë atë, të na bësh prej banorëve të xhenetit. Amin. Vazhdojmë në akiden të cilën e ka përmbledhur Ibn Abi Zaid al-Qayrawani në fjalën e tij ku thotë, pra duke folur për Allahun subhanahu wa taala, thot walahu al-asma'ul husna was-sifatil ula. Thot autori, Allahu mëshiroft, Allahut i përkasin emrat më të bukur dhe më të përsosur dhe cilësitë më të larta. Futet Allahu mëshiroft në kapitullin e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Sikur se ka folur dhe më herët, mirë po tani futet në çështjen e përsosmërisë së Allahut të lartësuar me emrat dhe cilësitë e Tij. Në këtë fjalë kemi disa çështje. Në fjalën e autorit, pra, se Allahu i lartësuar ka emrat më të përsosur, më të bukur dhe cilësitë më të larta, kemi disa çështje. E para është se emrat e Allahut dhe cilësitë e Tij subhanahu wa taala janë çështje që i përkasin ghaibit, çështje së fshehtë. Dhe nuk na lejohet neve, pra, që të flasim vetëm se me atë çfarë ka ardhur në shpallje, pra në Kur'an ose në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu subhanahu wa taala ne i pohojmë ato emra që ai ja ka pohuar vetes Tij, ose që ka pohuar atij profeti sallallahu alaihi wasallam, për emrave dhe cilësive, në atë mënyrë si përshtatet madhështisë së Tij xhelle fi ula, pa i bërë, pra, komentim edhe pa e përngjasuar dhe pa i bërë interpretim për t'i shtrembëruar kuptimin ose mohim të cilësisë. Pra duke pastruar Allahun subhanahu wa taala dhe duke ja mohuar Allahut subhanahu wa taala çdo lloj mangësie. Por se ne i pohojmë emrat dhe cilësitë e Allahut në formën më të lartë. Sikur se thot Allahu leysa kemithlihi shay, pra, si Allahu subhanahu wa taala nuk është asgjë. Dhe ky lloj mohimi, që si Allahu nuk është asgjë, është e veçon dhe mohon mangësinë, sepse nëse Allahu do të ishte apo do të kishte si Allahu subhanahu wa taala krijesa, pra kjo nuk kishte për të pas përsosmëri për Allahun subhanahu wa taala, duke parë që krijesat nuk janë përsosura, duke barazuar pra me krijesat. E dyta, na ka ardhur në Kur'an, pra, se emrat dhe cilësitë e Allahut xhelle fi ula, pra ka ardhur cilësimi se ato janë husna, pra të bukura
apo të përsosura. Sikur se ka thënë Allahu subhanahu wa taala walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allahu t'i përkasin emrat më të bukur dhe më të përsosur, kështu që luteni Allahun nëpërmjet tyre. Apo kur thot Allahu la ilaha illa hu lahu al-asmaul husna. Allahu është ai i cili nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, dhe ai ka emrat më të bukur ose më të përsosur. Kjo fjalë husna nga gjuha nuk kupton, domethënë po themi formë egzagjerimi në bukuri apo në përsosmëri. Pra, që do të thotë që emrat e Allahut subhanahu wa taala kanë arritur kulmin e përsosmërisë dhe cilësitë e tij. Kanë arritur kulmin e bukurisë dhe të përsosmërisë. Pra, bukuri dhe përsosmëri pas cilës nuk ka bukuri dhe përsosmëri tjetër. Pra, nuk thuhet vetëm që emrat e Allahut janë të bukur. Jo, ato janë emrat më të bukur dhe më të përsosur, Jalla fi ula. Pra, sikur se na ka ardhur pra në këto ajete që i përmendëm. Po, në formën superlative, Allah shpëbleft. Çështja e tretë, emrat e Allahut subhanahu wa taala janë emrat të cilët prej tyre nxirret cilësi e Allahut subhanahu wa taala. Pra çdo emër prej emrave të Allahut tregon një cilësi prej cilësive të tija Jalla fi ula. Pra, kur themi që Allah është i urtë, tregon cilësinë e urtësisë. Kur themi që është i gjithditur, tregon cilësinë pra e dijes absolute. Kur themi që Allah është i plot fuqishëm, tregon cilësinë e fuqisë e kështu me radhë. Dhe nuk ka emër për emrave të Allahut që mos të ketë, domethënë, cilësi. Pra të jetë një emër që nuk ka ndonjë kuptim, domethënë, që nuk nënkupton diçka. Për shembull, sikur se ka ardhur nga disa prej dietarëve që i pohojnë Allahut se ai ka emrin ad-dahr. Kjo nuk është e saktë. Ka ardhur në hadith. Ka ardhur në hadith, domethënë që thot Allahu i lartësuar në hadithin Qudsi, yu'dhini ibn Adam, më dëmton mua i biri i Ademit, shan kohën, ad-dahr e ka thënë Allahu, e shan kohën, dhe unë jam koha, thot. Dhe unë jam koha, në ad-dahr, thot. Biyadil amr, pra në dorën time është e gjithë çështja. Uqallibu al-layla wan-nahar, rretulloj natën dhe tokën. Hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Mirpo, kjo nuk do të thotë se ad-dahr është emër për emrat e Allahut. Sepse ad-dahr është koha. Përsa Allahu i lartësuar është ai i cili e rrotullon kohën. Pra, e ka thënë vetë, kush shan kohën e cila është ajo gjë me cilën po rrotullohet, jo, Allahu është ai i cili e rrotullon kohën. Çështja është kush shan kohën, koha është ajo gjë që po rrotullohet. Realisht po shan atë i cili e rrotullon kohën. S'mund të thuash është koha derisa e komandon. Po. Edhe kjo është diçka që të nën sundimin e tij. Allah shpëlbeft. Po, kjo është. Pra, përdesa Allah tregon që unë rretulloj kohën, nuk i bie që nuk është ai vetë, do të thënë koha. Edhe kjo kuptohet për hadithet, siç na e thej Allah shpëlbeft. Pra, sikur se thot dhe këtu, Allahu thot, në dorën time është e gjithë çështja. Unë rretulloj ditën dhe natën. Ndërsa cilësit, jo çdo cilësi e Allahut subhanahu wa taala mund të merret prej saj emër. Sepse prej cilësive të Allahut vetjake janë fytyra, dora, këmba e kështu me radhë. E normalisht prej këtyre nuk mund të nxjerrësh emër. Po gjithashtu edhe nga cilësitë veprore të Allahut subhanahu wa taala është kurthi, apo është hilja që e ka përmend Allahu, apo tallja e kështu me radhë, nuk mund nxjerret emër për këtyre cilësive që Allahu i vepron. Thuhet për shembull hilacaku apo kështu, Zot Allahu na fal, po nuk ka pra.
E katërta çështje që lidhet me fjalën e autorit është emrat e Allahut subhanahu wa taala nuk përcaktohen me numër. Pra Allahu prej tyre disa ja ka treguar njerëzve, pra sikur se kanë ardhur emrat në Kur'an, në hadith, e disa emra Allahu i lartësuar i ka veçuar në dijen e tij, pra nuk ja ka treguar njeriu. Sikur se përmend profeti sallallahu alaihi wasallam në një dua kur thot es'aluka bi kulli ismin huwa lak, të lutem të kërkoj ty o Allah me çdo emër i cili është i joti, për emrave të tu, pra semmeita bihi nafsak, pra që e ke quajtur veten tënde, au allamtahu ahadan min khalqik, apo që ke mësuar ndonjërit prej krijesave tuaja, au anzaltahu fi kitabik, ose që e ke zbritur në librin tënd, au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak, ose që e ke ruajtur pra në dijen e të fshehtës, pra në veten tënde. Pra tregon që emrat e Allah subhanahu wa taala, pra janë ato që i ka zbritur në Kur'an, që ja ka shpall profetit sallallahu alaihi wasallam, që ja ka shpallur ndonjë krijesë për krijesave të veta. Edhe ato emra që Allahu i ka ruajtur dhe nuk ja ka treguar njeriu. Pra këto ku është kjo që ka treguar? Thuhet në hadith apo? Po pra, të lutja. Au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak, ose që e ke mbajtur në dijen tënde, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra ka emra që Allahu nuk i ka shpallur subhanahu wa taala. Dhe origjina është që mos i përcaktojmë emrat e Allahut lartësuar me ndonjë numër. Pra, ndërsa se përket hadithit që e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu ka 99 emra ose 100 pa 1, do të thënë kështu ka ardhur në hadith, men ahsaha dakhala al-janna. Kush ka thënë një fjalë ahsaha, pra kush po ta përkthejmë bukfalisht, i thonë kush i llogarit ato hyn në xhennet. Kjo fjala kush i llogarit, do të thonë kanë ardhur dietarët me disa komentime që të gjitha, thënë po t'i bashkojmë edhe të gjitha komentimet, siç kemi përmend rregullin, përderisa nuk bien ndesh me njëra tjetrën, atëherë të gjitha janë të sakta dhe mund të përdoren. Edhe ato komentimet mund të përmbledhen që kush i lexon në Kur'an ose në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i mëson përmendsh, jeton me to dhe punon me to, atëherë ky person e ka hak xhenetin, domethënë. Pra çështja e këtyre, domethënë, edhe kjo që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka 99 emra, nuk është prej profetit përcaktim që ka 99 dhe jo më shumë, por se po thot që prej emrave të Allahut janë 99, pra prej emrave të Allahut janë 99 që kush i mëson, pra çështja e tyre, kush i mëson, jeton me to, i lexon Kur'an dhe vepron sipas tyre, atëherë përfundimi i tij është që futet në xhenet si shpërblim, domethënë, për këto emra të Allahut Jalla fi ula. Çështja tjetër është se emrat e Allahut subhanahu wa taala, të cilët mund të përdoren për persona të tjerë, pra në formë përshkrimi, janë siç është për shembull thot Allahu në Kur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ju ka ardhur juve një i dërguar prej jush. Ajo që ju mundon juve është e rëndë për të, edhe ai është, domethënë, shumë i kujdesshëm për ju. Dhe me besimtarët, thot Allahu, është Rauf Rahim. Rauf është për emrat e Allahut, Ar-Rauf. Pra Rauf i but, Rahim i mëshirshëm. Mi po ndryshimi është që Allahu kur cilësohet vjen në formën e shuar Ar-Rauf, Ar-Rahim. Ndërsa këtu ka ardhur në formë njoftimi, pra Rauf, Rahim.
pra cilësi dhe nuk ka problem të thuhet për një person, domethënë që ky është i butë, është i mëshirshëm, apo kështu me radhë, apo siç ka ardhur në ajetin tjetër që ne kemi krijuar njeriu, thot Allahu, prej një pike, edhe kemi bërë, thot, Samian Basira. Allahu prej emrave të Allahut është As-Sami' Al-Basir, pra është dëgjues dhe shikues. Mirë po, kjo ka ardhur në formë njoftimi, domethënë që personi është dëgjues dhe shikues dhe nuk është As-Sami' Al-Basir. Po, dëgjues dhe shikues. Edhe këto emra me të cilët pra përdoren edhe për krijesat nuk ka asnjë lloj ngjashmërie me Allahun subhanahu wa taala. Do të thonë, sepse Allahu i lartësuar është krijuesi dhe krijesat janë të krijuara dhe nuk mund të ketë, pra edhe pse mund ka ngjashmëri, domethënë në fjalën që përdoret, ama cilësia dhe realiteti është shumë ndryshe. Dërsa për emrave që nuk lejohet përdorja e tyre vetëm se për Allahun subhanahu wa taala, pra sikurse është emri Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Raziq, As-Samad, e kështu me radhë, që janë i gjithëmëshirshmi, krijuesi, formësuesi, furnizuesi, e kështu me radhë. Thot autori: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. Në këtë fjalë të autorit e mbyllim, Allahu ka vazhduar gjithmonë të jetë me cilësitë e tij dhe emrat e tij subhanahu wa taala, pra gjithmonë i ka pasur emrat dhe cilësitë e tij, i lartësuar qoftë që të jetë ndonjë prej cilësive të tij apo ndonjë prej emrave të tij të krijuara ose të, po themi, të ndodhura në një kohë prej kohërave. Allahu subhanahu wa taala është i cilësuar me cilësi dhe me emra, në pafundësi dhe në pafillimsi. Nuk është quajtur me ndonjë emër për emrave të tij, mbasi nuk ka qenë i quajtur me këtë emër, gjithmonë i ka pasur këtë emër. Pra Allahu gjithmonë ka qenë i emëruar me emrat e tij subhanahu wa taala. Edhe nuk ka ndonjë emër me të cilin Allahu subhanahu wa taala të jetë quajtur me atë emër, mbasi nuk ka qenë i quajtur me atë emër, po gjithmonë i ka pasur emrat e tij subhanahu wa taala. Ndërsa cilësitë e Allahut subhanahu wa taala janë dy llojesh. Janë cilësitë vetjake, të cilat qëndrojnë në veten e Allahut subhanahu wa taala, të cilat në asnjë moment prej momenteve, pra nuk ndahen prej tij, nuk ndahen, kemi për qëllim që janë në lëvizje apo në funksion të përhershëm. Dhe ka cilësi tjera që janë të lidhura me dëshirën e Allahut dhe me vullnetin e tij. Emrat, cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, të cilat nuk ndahen prej tij, janë si fytyra, dora, jeta, dija, dëgjimi, shikimi, lartësia e kështu me radhë. Këto janë cilësi që në çdo moment, pra nuk themi nuk pushojnë ndonjëherë veprimi i tyre. Allahu gjithmonë që është mbi krijesat, po, që është mbi krijesat. Pra Allahu gjithmonë është i gjallë, edhe nuk mund të pushoj jeta e Allahut subhanahu wa taala, gjithmonë është i ditur dhe nuk mund të bie apo të ndaloj dija e Allahut në ndonjë gjë prej gjërave. Ndërsa cilësitë e tjera veprore janë cilësitë të cilat lidhen me dëshirën dhe me vullnetin e Allahut subhanahu wa taala, si krijimi, furnizimi, ngritja mbi arsh, zbritja, ardhja. Këto cilësi, emërtimi ose po themi lloji apo kategoria e tyre si cilësi që ndodheshin tek Allahu ka qenë i përhershëm. Pra Allahu subhanahu wa taala gjithmonë
e ka pasur, ka qenë i cilësuar pra me mundësinë për ta vepruar atë gjë që vepron. Mirë po, nuk ka ndodhur veprimet vetëm se atëherë kur ka dash Allahu subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar pra është quajtur dhe është i cilësuar me furnizim në pafundësi. Dhe nuk është se nuk ka qenë ndonjëri i cilësuar apo i emërtuar edhe pastaj është emërtuar apo i cilësuar me këtë cilësi. Allahu ka qenë gjithmonë i cilësuar subhanahu wa taala me cilësitë e përsosmërisë. Mirë po, disa cilësi veprore, për shembull siç është ngritja e tij mbi arsh, ka ndodhur pra me dëshirën e Allahut, mbasi Allahu ka krijuar qiellin dhe tokën dhe arshin e kështu me radhë, apo zbritja në qiellin e në qiellin e dynjas. Ka bërë një ndarje Pra, cilësi që vepron. Pra duam tregon një veprim. Pra duam të themi që Allahu gjithmonë ka qenë i cilësuar me këto cilësi, mirë po i ka vepruar, pra i ka vepruar në moment atëherë kur ka dashur, për shembull zbritja në qiellin e tokës. Kjo nuk do të thotë që Allahu, domethënë, nuk ka qenë i cilësuar me këtë gjë, se Allahu është i cilësuar me çdo cilësi që ai ka mundësi ta veprojë, e ka atë cilësi. Mirë po, veprimi i asaj ka ndodhur atëherë kur Allahu subhanahu wa taala ka dashur, pra kur ka krijuar qiellin dhe tokën, atëherë kur ka dashur të zbresë në qiellin e dynjas, atëherë ka ndodhur ky veprim. Ose kur vjen Allahu i lartësuar, Allahu është i cilësuar me ardhjen që do të vijë në ditën e Kiametit, mirë po kjo gjë do të ndodhi ditën e Kiametit, ditën e ringjalljes, kur thotë wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dhe vjen Zoti jot thot dhe me lajket safe, pra me lajket janë safe. Dhe kjo do të ndodhi domethënë ditë. Nuk lejohet të thuash lëvizje, Nuk lejohet të thuash lëvizje e Allahut. Lëvizje, po. Mund ta quash? Po lëvizje. Normalisht që Allahu lëviz. Jo, shumë ngjitje mbi arsh, çu lëvizje apo? Normalisht. Vetëm të përdorim atë në fjalë ngjitje. Ajo lëvizje është. Lëvizje, ngritja mbi arsh, zbritja në qiellin e dynjas, të gjitha këto janë lëvizje, domethënë sepse Allahu lëviz, pra nuk është diçka thjesht koncept. Është e vërtetë reale. Pra koncept është për ata që mohojnë ngritjen apo zbritjen e Allahut, pra se s'duan ta përngjasojnë me krijesat, dhe ato e bëjnë thjesht diçka konceptuale. Domethënë Allahu ngritet, po nuk ngritet Allahu mbi arsh, nuk ngjitet Allahu mbi arsh, po ke parasysh Allahu zbret, nuk zbret Allahu, zbret fuqia apo zbret diell apo zbresin shumë radh. Ne themi po, Allahu ngritet mbi arsh, është diçka e vërtetë reale, Allahu zbret në qiellin e dynjas, është diçka e vërtetë reale. Pra emrat e tij nuk kanë ndonjë fillim, që Allahu deri këtu nuk ka qenë i emërtuar me këtë emër, pastaj ka vepruar këtë vepër dhe e mori këtë emër. Jo, ne themi Allahu ka qenë i emërtuar në pafundësi me këtë emër. I ka pasur në pafundësi këtë emër. Jo, po për zbritje, qiellja e dynjas. Ka pasur komente dietarësh për këtë edhe pse çështja ka ndaluar këtu në gjithë historinë e dijes islame. Që ka pasur komente prej dietarëve të kelamisë dhe mbase po. Jo, dietarëve të sunetit. Atëherë ne kemi thënë rregullin që mos të diskutojmë për cilësitë ndryshme, çdo cilësi Allahu subhanahu wa taala ne e besojmë siç na ka ardhur. Jo, ne me bazë të emrave të tij, domethënë kur ne dimë që Allahu qëndron mbi arsh. Po. Dhe që këmbët e me lajme që bajnë fronin janë në tokë, apo jo? Dhe shpatullat apo janë në... Po. Çka ardha ditë po. Po. Tani kur ta me lajket që bajnë arshin. Po. Tani Allahu kur zbret qiellin e dynjas, në çfarë forme zbret është, sepse Allahu qëndron mbi arsh dhe mallësia e tij, domethënë me lajket janë krijesa të tij, janë me mallësi të tilla që kalojnë qiejt vetëm si mbështetje. Apo veshin një me lajket pra ne them që domethënë ka ardhur Jo. Ata Allahu e din, po që Allahu zbret, kjo nuk ka dyshim domethënë. Kur thuhet zbret domethënë nuk ka ardhur. Jo, nuk ka në një detaj. Në asnjë
nga dietarët. Ja, me aq stadion jo. E kuptove sensin? Po, e qartë. Po normalisht Allah ka folur për me lajket e të mbajnë arshin në normal po, të tyre. siç kemi thënë edhe diçka tjetër, domethënë çështjet e ghaibit. Qartë. Pra ne duhet të kuptojmë diçka. Logjika jon dhe arsyeja jon nuk i arrim dot. Po them kanë folë dietarë dhe dia kanë komentuar njëri për kaq. Jo edhe këtë. Jo, e kanë. Nuk është marrë njëri. Jo, ashtu siç ka ardhur në hadith, ashtu e pohojnë, duke qenë vetëdijshëm që ne ghaibin nuk e dim. Ghaibin nuk e dim. Është pyetja ime, ka komentuar? Jo, nëse dim për dietarët e Ehlis Sunnetit, jo. Mirë. Zbret me dijen e tij. Kaq. Zbret me dijen e tij. Jo, jo me dijen. Por zbret me dijen e tij, pra është në dijen e tij. Pa, e kuptova, e qartë, po. Zbret me dijen e tij. Zbritja e tij pra është në dijen e tij. Ashtu siç e din Allahu subhanahu wa taala. Pra ne pohojmë siç ka thënë Imam Maliku për ngritjen, edhe themi të njëjtën gjë për zbritjen. Zbritja është diçka e ditur. Si zbret është e paditur. Besojmë të është detyrë, e të pyesim jo që e të pyesim është bidat në sensin të fillojmë mendojmë tani. Filozofosh bidat. Allah shpërblet Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.